Zgjedhjet parlamentare të vitit 2025 në Shqipëri u konsideruan konkurruese dhe të organizuara në mënyrë profesionale, por të zhvilluara në një klim thellësisht të polarizuar, ku mungonin kushtet e barabarta për të gjithë pjesëmarrësit. Ky vlerësim vjen nga misioni ndërkombëtar i vëzhgimit të zgjedhjeve i përbërë nga OSBE, Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës dhe institucionet të tjera partnere. Raporti thekson se ndonëse kandidatët patën mundësi të bënin fushat lirshëm, pati raste të dokumentuara friksimi dhe presioni, veçanërisht ndaj punonjësve publik. Në konkluzionet e vëzhguesve evidentohet se partia në pushtet përfitoi nga përdorimi i burimeve shtetërore dhe ndikimi institucional, përfshirë faljen e gjobave pak para ditës së votimit dhe pjesëmarrjes masive të zyrtarëve në aktivitete që u shkrinë me mesazhe fushate. Sipas raportit të vëzhguesve ndërkombëtar, mjedisi mediatik mbeti i kufizuar, i dominuar nga dy partitë më të mëdha me përqendrim të pronësisë dhe mungesës së pavarësisë editoriale. Në fushatat digjitale evidentohet se u vure përhapja e përmbajtjeve përçarëse dhe manipuluese pas një autoritet që të monitoronte ose ndalonte këtë sjellje. Raporti vlerëson si pozitive votimin për herë të parë të votës së diasporës, i cilësuar si një hap i rëndësishëm demokratik, por thekson se ka ende shumë sfida organizative. Sa i përket ditës së zgjedhjeve, raporti nënvizon se ishte përgjithsisht e qetë, por u shoqërua me mospërputhje procedurale, probleme me fshehtësinë e votës dhe akses të kufizuar për personat me aftësi të kufizuar. Vëzhguesi ndërkombëtar i bëjnë thirrje autoriteteve shqiptare të ndërmarrin reforma thelbësore, të garantojnë ndarje të qartë mes shtetit dhe partive dhe të forcojnë pavarësinë e institucioneve zgjedhore për të rikthyer besimin publik dhe përmbushur standardet evropiane.